Partia Demokratike ka përmbyllur këtë të mërkur procesin e votimit për strukturat e saj të larta drejtuese. Pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar, aktoreja dhe aktivistja Julia Emiri është zgjedhur në krye të këtij institucioni, duke zëvendësuar në këtë detyrë Edi Palokën. Procesi i votimit për postin e kryetarit të Këshillit u zhvillua mes dy kandidateve, Julia Emiri dhe Silva Hasaj. Pas numërimit të votave, Emiri u shpall fituese me 207 vota përkundrejt 83 votave që mori kundërshtarja e saj. Ky ndryshim në drejtim vjen në vijim të vlerësimit të kreut të PD Sali Berisha, i cili tha se Këshilli Kombëtar duhet të drejtohej nga një figurë femërore. Emiri njihet për angazhimin e saj në lëvizjen për mbrojtjen e teatrit kombëtar, ndërsa tashmë merr drejtimin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Krahas zgjedhjes së kryetares, Këshilli Kombëtar votoi edhe për 20 anëtarë të rinj të kryesisë. Procesi u zhvillua përmes një ndarje të kategorizuar për të siguruar një përfaqësim të gjerë për t'u zgjedhur 6 përfaqësues nga radhët e grave, 6 nga të rinjt dhe 8 nga burrat. Procesi zgjedhor u administrua nga një komision i posaçëm i kryesuar nga Gazmend Bardhi me antar Ivi Kason dhe Nada Meçorapen.